që kjo është top 10 që jam, realisht kush menon ti që se ka venin qëto? Pe morëm shembull MC Kresha, Gero Gjizi, Lyrical Sun, Ledri Vula, Chaos Singular. Krejt këta meritojnë me kon top 10 që? Po këta krejt haverë janë për mu goti si një grup. Patëm edhe një diskutim këgjat fort, e kena pas një debat në Kerr aty për soj përket top 10-qës që e kom kriju une. Kujtohet të më tha si pas kejt parametrave që i merë parasysh kur të bën një list top 10-qës, është absurde mos me kontin ta. Nuk e kesha veç për veti, me të thonë drejten. Unë të top 10 që jote që aty më njoftu me ty, që aty të kom njoftë. Apo? Okej. Kur u dollë top 10 që u dollë këgja mëtit, nëse tash spedia e ke, se ju kom këthys disa herë ju kom referu që asoj top 10 që se dia e ke po herën e po. Nuk e di veç unë që aty të kom po për herën e po. Na shta në 2 vjeta, që të 2 vjetë, okej, po. Rrëth që asoj kohë kur ja kom nisë mu marrë me video është. Edhe, unë në fakt, për me të kalzu shfar karakteri jam, unë të thash ta bëj një top 10 që pa mu, së është problem, po jo që aje që e ke boti. Pa po s'kur gjë kundër që atyne që e ke shtin listë. Po nuk i pa isha që një pjesë që atyne, kur të flasëm për histori, me thonë në top 10 që të momentit, prap, boha kita kësha pranua, po kupten. Pa kur thu top 10 artistat që po në histori, s'mu isha kur qysh me pranë. Amo është subjektive njeri, sa është objektive, është edhe subjektive, pavarësisht që ti munohesh me i nejt objektivitetit, apo kupten me i marrë për llogaritje, me marrë se do monstrat, qka po konsiderën ti paraprakisht kur pe kryon qatë top 10 që. A vedem, po unë menoj që edhe top 10 që ajote kish nëzit debat gjithë qysh ishtë dasht, po, gjdo top 10 që. Top 10 që kjo është edhe në lami tjera, edhe në futbol, kur e bojnë top 10 që në ko debat në stop. Po, unë në asë një mënyrë që më pajtu me që top 10 që në tonë. Qëre tashti, unë e kom top 10 që në qito, ta që edhe në WhatsApp sigurisht kom u paraqit grafikisht edhe në podcast, edhe të këqyrëm tashti veç pak. Ta që u sigurova me gjetë mas fari që heka me gjetë fotën qëre e kita është në WhatsApp vishte komentojna pak do me thonë që kjo është top 10 që jam realisht kush menon ti që se ka venin qëto do me thonë i pari është Kresha i dyti është Unikatili i treti është Buta i katërti është Gjizi i pesti Lyrical Sun, Singular, bla, edhe deri të Noisy, do me thonë, i cili është përmenimin tam në venin e 10. Qëre, unë e ketë një pjesë të madhe të tyne i kam dosta, apo kupten. Tash, nëse e morën shamë dhe MC Kresha Lyrical Sun, një pjesë të madhe të karrierës e kanë të përbashtë. Apo kupten. Duo. Gati po thuj se duo. Amo kanë këgja material edhe solo. Po du të mja bo venin dikoj që ka bodi që ka një histori të hip-hopit. E vërtet. Mund është mi shtikta si grupë që se shumisën e senëve i kanë përbashta. Nuk ta jep kënë djesin që është drejt me i lonë këta ndomas. Qërë ti e pregadit mirë me mbrojt tezën tonë dhe teorinë tonë të bëdhejtë. Jo, gjithësësi, si jam përgadit, asë nuk kom pas. Se unë po thëmë edhe njerë i kom dosta dhe këtë janë super repera. Një pjesë e modë të ty një kom dosta, do si kom dosta, po së është me rëndësi të cilë dhe qyshe tek, veç pe morëm shamë dhe MC Kresha, Gero Gjizi, Lyrical Sun, Ledri Vula, Chaos Singular. Krejt këta meritojnë me kon top 10 që? Po këta krejt haverë janë për mu goti si një grupë, se këta janë rritë bashkë aty të fontona të boj pop, edhe këta në histori janë paka shumë të njëjtën kohë. E kam bo ndryshimin në histori të hip-hopit. E që kjo është shumë e rëndësishme. Ti kur të falsh historinë, dëshmi morë periudat ndryshme edhe qa kanë bo për hip-hopin. Po konteksti historik edhe kohore është shumë i rëndësishme këto për shkak se do është me shtin në ekuacion një fakt këto që une jam 95. Une jahum nis me ngu muzikë rrëdh vitit hip-hop. Taman kështu, rrëdh vitit i bjen 2005, 6, 7. Apo kuptan? Edhe në shumë ndryshe e kish strukturu që top 10 që mi thonë bëne vlotem i cili është 45 vjetë. Burim, ti nëse je fan si hip-hopit është tjetër muhabet, nëse je gazetar me influencë është tjetër muhabet. Si fans, ti mund është me boni top 10 që edhe i shtin reperat e tu pa u influencu për historisë komplet, apo kupten? A nëse je gazetar, do është me morë e cunin e komplet kulturës të hip-hopit,
E vërtet. Edhe mi këshirë tranzicionet të ndryshme gjatë kohës, kush çka ka bo për me konë në qatë top 10. Ky është menimi jam. Realisht, unë e kum pas diskutim edhe po ta me një artist tjetër, a me një shok, i thash, para se me fol me ty, para se me mu njoftu në ti personalisht kjo, i vetëmi thash reper, i cili halom dham, dyqysh e kom një farë munimi, kur e shët që top 10 që sështë aty jete, apo kuptam, po nësëm kisha thonë me bot që tashti, prap top 10 me shumë gjas e kisha but njejt, prap, për shkak se tashti do të me konë i ftof njeri, objektiv me gjyku, edhe realisht a e ke përcjell, nëse se ke përcjell për para çdo ditë që e ke ditë që ju më pas intervista, e ke përcjell paka shumë karrierën tënde. Qëse se unë t'ilshova krejt sanet para se me fillu podcasti edhe ti menon që unë s'kum bo për hip-hopin ma shumë se njoni për ishtyne dhejtër qëto? Historikisht? E kom që tash, po t'u përgjizna me nën pytje, me një pytje tjetër. A menon që me qenë një prej pionjerëve, me qenë një prej të parëve që e ka bo, automatikisht të legjitimon? S'po t'lo me përfundu pytjen se une nuk është që jem veç pioner. Une jem konë tëna periudat që të. E vërtet. Tëna periudat dhe sot jem sporadik e vërtet. Edhe sot jem këthy apet me album as 30 vjetë karierë. Dhe me thonë nuk është në që ja kom nisë dhe e kom lonë. Une jem konë tëna periudat që të. Jem konë para luftës, kur ja ka nisë hip-hopi, i kom bo nejët e pora që të me grupet që i na konë që ta pak e repera. Ju morë mas luftës e kom zera albumin e parë. 2001-ën, cili është albumi i parë? Nuk dorëzohemi let. Jum këthyn apet me album 2003-ën, hip-hop terapi, jum këthyn 2005-ën me hip-hop filozofi, do me thonë hip-hop filozofi ti nëse hene analizën sëd. Unë s'po të kalzej sene që kanë ndodhë kur u dalë në 2005-ën hip-hop filozofi që e kanë ndryshu komplet lojë. Se dhe që aty Prishtina u konë veç rap urban. Nuk ka pos kjo pjesa me kalzu hasë dhe me kalzu qa bojna na për me arrit njët. Atër u konë veç, do me thonë, veç pjesa muzikore edhe rima fani. Nuk ka pos hasë. E vërtet, rima me gramatik. Kur u bo albumi hip-hop filozofi, që është edhe një për kongëve që është mega hite, që edhe sot është Prishtina Liam për shembull, që atë album, komplet albumi, unë gupi kejtë repera që të qenë urban edhe e kanë analizu dhe kanë thonë edhe e kanë ndryshu lojën. Unë s'pi përmeni me emna kush e qyshet po komplet industria u influencu. Jo veç pi albumit temë, kanë orë TBA në qatë kohë për shembull, që e kanë ndryshu lojën. Në 2005-ën, ju më këthy prapë dhe me thonë se në 2005-ën, 2006-ën i na konë deri aty, i na konë 2 veta në grupë, 2 Prej aty ju më këthy solo, ju më këthy me Kapitalin për shembull, ja kom nis me Shopping, ja kom nis me Hin Klaba, ju më këthy me mega hite si Vibe, kom pru njerëz për shembull, konktore që i kom pru të originaliteti për shembull që dhe që aty nuk e kanë pos, konktore dhe pera. Ki super bashkëpunime edhe një sen që ka muj me thonë është që në shumicën e bashkëpunimeve që i ki shumë rol ose heq në ashta, ta është garantis të intereson për këtë sen, për hip-hopi është kompetitiv. Shumë rol të ka u të shajnë i kosh ose heq, mu s'pon kujtohet asë një herë. Jo, po s'është me rëndësi se s'është që kom prit për ty nësë unë e kom morë që kom pas nevoj për veti, apo këptem. Nuk është që kom bo bashkëpunim me dikëm për me dalë ata me mi dhonë kreditet edhe me më dhonë medale. Unë e kom morë që kom dosh për qësoj, se më thashtë e merë, kom punu për veti dhe për kulturën. A mos sporadik ke qenë, si e konë, nashta e ke pas një periudhë ke qenë ma konsistent, ke bo pauza 4-5 vjeqare, Qysh monet një artist me funksionu tamën si artist pa konë sporadik. Pikrisht e kam prish muzikën të bo pëse është sezona, pëse është koha, pëse është do të gjithë qysh me qitë. Pa e pas inspirimin, pa u mush, pa përjetu, qysh dënë me bote, qysh dënë me kriju. Sporadik çdo 2 vjetë. Po kupten? Kallëzami artistat në botë përveç qëtash jeni streamat në fore. Kur kam punu ma shpesh se çdo 2 vjetë me qitë album? Kur? E vërtet, nëse e bën me shpirt, e bën qysh me thonë, mos me t'inglu klishen ashta, po nëse e bën për hatër të artit, edhe për hatër sinceritetit ndaj artit. Unë në fillim nuk më thonë që veç kam qenë sporadik, po në fillimet
albumet e para, unë kom qenë ju më konë underground, se për të foli me gramatikë të tash. Ju më konë underground, s'kum bo spote, s'kum bo plus që një pjesë madhe tjetër, se unë e kum bo me profesione tjera, nuk është që ju më konë muzikë 100%. Amon në krijim të arin temë, s'muj me thonë që kom mungu, se çdo 2 vjetë nuk është mungesë, se ti e bën një album me 15 këngë, me 16 këngë, 20 këngë. Do me thonë, dësh me jalon publikës kohën me ngu dhe ti dësh me përjetu për me mujtë mu këthy apet, se hip-hopi nuk është me dalë me knu, me ta shkru dikush një tekst, po është me dalë me shkru që ke përjetu ti dhe që apo dhe me transmitu ti.